Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin ton. Unë jam Armela, sot do të kemi një video të re. Unë sa po erdha në shtëpi, siç e keni parë, kam çuar Solea në kopësht, Sidi është në kurs, edhe tani dola pak se isha deri në supermarket, bleva vetëm 2 gjëra të vogla që më duheshin. Përshëndetje dhe nga një ditë tjetër. Unë nuk kam filmuar sot, por tani jemi mbasdite dhe do shkojmë të marrim Solean nga kopshti. Edhe Sidi fatmirësisht edhe sot edhe nesër e ka pushim, edhe jemi të dy së bashku. Kemi një kënd shumë të bukur këtu, na vije dielli dhe Det kan være unden, krema je filela, det være unden. Mit Bananen willst du? Was? Mit Bananen? kjo është e preferuara e Soleas. Çfarë është ajo, mami? Strawberry me chocolate. Strawberry me çokollatë, po. Luleshtrri dhe me çokollatë. Sa herë vim këtu në tek Vajna Smart, Solea ka vetëm këtë qef. Ja blejmë gjithmonë këtë ta haj. Është yummy? Ne morëm edhe një pomes për Solea, se Solea ka shumë qef edhe pomes. Edhe do haj edhe pomes. Po shikoja këtë këtu, siç e pat edhe ju, edhe po mendoj të marr një si kjo ta provoj, nuk e gjej se çfarë është, si pite me perime, me djathë, sipër mund të jetë edhe është edhe me mish, me sallam, nuk e di. Edhe mbase marr një nga kjo edhe ta provoj një herë këtë, dua t'ju tregoj edhe juve. Ka edhe me tëmbla, ka edhe me të kripura. Mora këtë si pite me djathë. Duket si petull, do ta provoj edhe do t'ju them. Kjo është me salcë kosi me hudhër edhe me këtë djathën sipër dhe kjo si petull. Lezetshme, mua më pëlqejnë më shumë të kripurat. Lezetshme që 7 euro. Na e trego pak Solea? Kjo lexon. Mama. Bravo, na e trego pak? Mama, bravo. Solea! Ha! Solea luajt dhe kjo është pizza e vogël. Edhe na këtu, po ato goca tikës se tani po vete pak vonë.
Soles nuk I ndahet shpirti që këtu, do vetëm të luaj. Dua të them që këtë vit në fakt nuk qenë ka aq shumë ftohtë sa vitet e tjera, mbaj mend, ka qenë shumë herë më ftohtë, vitet e fundit, 2-3 vitet e fundit ka qenë shumë më ftohtë, edhe pa një shall të madh dhe pa kapuç, edhe Doreza ishte pa mundur të rrije jashtë në periudhën e tregut të Krishtlindjeve, ndërsa si vjet është koha okay, domethënë nuk është ftohtë aq shumë, është normal. Ne vendosëm edhe këto dritat këtu te balkoni, ja se si duken dritat këtu jashtë. Ta hapim derën. Ja, dhe dritat. Super. Edhe pema jone voçkël. Këtë duhet ta rregullojmë pak të pemën. Duhet ta prishim, duhet ta bëjmë edhe një herë, mami. Sa po zbukurova edhe këtë pjesën tek televizori. Kam vendosur këto dritat I kam filluar që këtu, edhe tek dritarja sipër, deri tek muri këtu. Duken shumë lezetshëm. Edhe televizori, siç thash, shtëpia është bosh, vetëm me këto gjërat që kemi, por I kemi dhënë pak atmosferë festash. Nuk është se kam shumë punë, domethënë, me këtë. Thjesht dua një leckë sa për një pastrim lartë, se nuk është se ka nevojë për një pastrim shumë të madh, për të hequr ato plurat. Mora këtë, edhe kjo thoshte për dritaret, për xhamat, kjo e kësaj pink. Por nuk më pëlqej ka era, mora si për mirë se ato kutitë e tjera të kësaj firmës, ato ilaçet e tjera më kanë pëlqyer dhe kam pasur një herë shumë të mirë dhe thash më shumë dhe nga era dhe kështu për të pastrojnë shumë mirë këto, por që s'pas ka aq mirë fare dhe unë këto detergjentet që nuk vinë herë të mirë I kam shumë bezdi pse. Tani do bëjmë gati. Se do dalë do takojmë Ensitin edhe do vendos vetëm pak kontur për syve, pak puskuq, pak lip, nuk e di se çfarë shoh ty. Edhe këtë bluzën e kam bler ose e kam bler para disa ditësh, edhe nuk e provova fare kështu pullover, se tani që është ftohtë këtë poshtë dhe xhupi lart praktik, edhe nuk e provova fare fakt. Mora këtë edhe një tjetër atë se kam provuar, kam aty, edhe po shikoj që qëna çiksi shumë e madhe. Kjo është masa më, dhe unë harroj tani që duhet I marr disa rrobe të paktën bluzet, duhet I marr se që jam të mësuar edhe shikon më rrin gjithmonë shkoj tek M-ja, dikur shkoja tek XL, L, M, pastaj edhe tani më duhet I marr S-ja. Por që s'ka gjë. Vesh xhupi lart edhe nuk ka problem, mua më pëlqejnë ndonjëherë edhe bluzët që janë pak kështu si të gjera. Edhe këtej në fakt që goxha I gjerë, por që s'ka problem se tani që është dimër, është okay. Sot është dita ime e fundit e pushimit. Edhe një javë iku shumë shpejt, edhe nuk besohet që nesër filloj pra punën. Dhe si iku një javë kaq shumë shpejt, dhe më duket sikur s'kam bërë asnjë ditë pushim. Por që kam prap pushime, kam për vitin e ri besoj një 3 ditë ose 4 ditë, datën 24 për Krishtlindje do ta marr prap pushim, jo laup, jo pushimet, por pushimin tim, sepse mamat, punëtorët që kanë fëmijë, normalisht kanë më shumë prioritet se ata tjerët pa fëmijë, edhe duke qenë se aty
tek grupi ku punoj. Unë jam e vetmja që kam fëmijë. Po, unë jam e vetmja që kam fëmijë edhe i marr gjithmonë këto ditët e festave i marr pushim. Edhe të shtun dielave, të paktën një herë në 2 javë e kam pushim. Megjithëse unë bëra kërkesë dhe i thash asaj që nuk e dua të dielën dhe të shtunën me pushim, e dua gjithmonë ditë jave, të hënë martë ose në kurrente, ditët që Ensidi është në kurs, në mënyrë që të çojë ngocën në kopësht edhe mos të ketë vonesë fare Ensidi për kursin, edhe pa problem tha ajo. Ne kemi këto edhe ditët që janë fraj, që janë pushim këtu, që janë festat, ne kemi ekstra për t'i bërë pushim, kështu që kam ditë të tjera për të bërë pushim prapë. Shpresoj të më dali koha tani, sepse duke qenë se isha pushim edhe ky është emaili për sot. Duke qenë se isha pushim edhe kisha më shumë kohë të filmoja, por tani që do filloj punën prapë, do mundohem që të filmoj edhe të kemi sërish video, të paktën një herë në javë patjetër, por nuk e di, do mundohem në maksimum, se duke qenë se punoj edhe me orar të plot, edhe jam 5 ditë të javës në punë, 8 orë, 9 orë jam atje, edhe pastaj vi në shtëpi, duhet marr Solea nga kopshti, jo duhet bëjmë një blerje, edhe nuk është se bëjmë një gjë interesante që ta filmoj. Për buzë do përdor këtë, lip glossin e Maybelline, që më pëlqeu shumë, por ka ngrirë nga i ftohti, ka ngrirë dhe lip glossin. Duke qenë se unë këtë e marr me vete te çanta, edhe dal jashtë edhe nga i ftohti, është bërë pak i ngurtë edhe buzëkuqi. Ka pak aromën e rëndë edhe unë kam bërë vjet dhe kam përdorur shumë pak, sepse ka pak aromën e rëndë, po për tani për në dimër është okej, këto aromat e forta. Unë jam gjithmonë tek aromat e luleve dhe të lehta, por tani është momenti që ta përdor edhe këtë. Ja, është Alex. Tani do takoj Ensidin. Sot që janë koha super. Pas ka pak tjellë, nuk është ftohtë. Shikoni, po pret për mua. Shikoni, nuk e di akoma që unë jam këtu. Po më mirë edhe në telefon, po unë ja fika. Do t'i bëjmë një surprizë tani. Ja, ku ta kuam për një surprizë? Treme. Ja dhe Pema, t'ju ja tregojmë edhe ditën se si duket, edhe tregun e Krishtlindjeve. Sot që nga super plot. Qyteti është pothuajse çdo ditë tani për shkak të tregut të Krishtlindjeve është gjithmonë plot. Edhe ishim brëm, por mbrëm nuk mundëm dot që ta shijonim aq shumë se kur jemi me Solean qëndrojmë vetëm te pjesa e lodrave këtu edhe nuk është se i shikojmë të gjitha këto stendat me radhë, edhe plotësojmë dëshirën Soles, ndërsa tani jemi të dy së bashku. Po, tani kemi një orë kohë do t'i shikojmë. Kemi një orë kohë se pastaj do shkojmë të marrim Solean prap nga kopshti. Edhe do i shikojmë edhe një herë bashkë tani ditët se gjithmonë kemi ardhur natën. Edhe do ju tregojmë edhe juve. Fillon që tek qendra e qytetit, vazhdon e gjithë rruga, pastaj pak më poshtë është një ur,
Zbritet poshtë tek ura dhe dilet në pjesën e liçenit, në të dyja anët e pjesës së liçenit, ka shtrirje të stendave të tregut të Krishtlindjeve. Këtu kalohet poshtë tek ura, kjo është ura që lidh pjesën e qytetit me liçenit, edhe nga ura pastaj shkojmë tek liçeni dhe janë edhe stendat e tjera. Gjatë ditës është një ndjesi tjetër, edhe ditën ka bukurinë e vet, ndërsa po në darkë pastaj duket më bukur se janë edhe dritat. Po dhe ditën shiko sa njerëz. Sa s'më preku kokën. Dhe ka shumë njerëz normalisht. Full fare që. Po si mbaj mend, kemi qenë ndonjëherë ditën e, por që nga shumë lezetshëm edhe. Si vjet jo, po vjet po. Si vjet jo, po. Vitet e tjera. No? Sa e bukur kjo. Toma. Ah, ya ve. Kinder. Wow. Está en mi revista con Abaleca. A mí me gusta mucho Weekend Coffee. Më ka shijuar shumë kjo prej patriqionit, por që si krepat që kemi ngrënë në Shqipëri, harroj. Edhe mbaj mend në Tiranë ku kemi ngrënë krepat shumë mirë ne. Tek Petronini. Te Petronini pra ishte aty përballë gjimnazit Petronini, është një kreperi aty. Edhe aty ka krepat super të mira. Ka marrë mall. Po dhe një po atë të Petroni e mbaj mend shumë mirë. Edhe kur kemi qenë dhe një herë në Shqipëri kemi qenë atje, kemi ngrënë krepe. Për mall.
Unë e prisha dhe e rregullova edhe një herë pemën, i vendosa këto dritat poshtë, po këto nga që janë shumë të gjata nuk kam çfarë bëj ndryshe, edhe kështu duket përfundimisht.